Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, Lulzim Basha dhe detyra e tyre e patjetërsueshme, t'i kërkojnë falje Shqipërisë dhe shqiptarëve. Në historinë e Shqipërisë postkomuniste, pak figura politike kanë lënë një gjurmë aq të thellë dhe të përzijshme sa liderët kryesorë që kanë dominuar skenën politike për më shumë se 3 dekada. Emrat si Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta dhe Lulzim Basha janë pjesë e tranzicionit të gjatë që vendi ynë ka kaluar, duke kaluar nga diktatura në një demokraci ende të brisht dhe të papërfunduar. Por përtej kontributit që mund të kenë dhënë, përgjegjësia e tyre për dështimet e shumtave është gjithashtu e padiskutueshme dhe sot, më shumë se kurrë, ata I detyrohen një akti të rëndësishëm moral dhe politik. Kërkimin e faljes ndaj Shqipërisë dhe qytetarëve të saj. Një histori e mbushur me premtime dhe zhgënjime. Në vitet e para të pluralizmit, emrat e Sali Berishës dhe të tjerëve u shfaqen si shpresa e rinisë për një Shqipëri më të lirë, më të drejtë dhe më të zhvilluar. Por realiteti I tranzicionit tregoi shpejt se ky proces do të ishte shumë më I komplikuar. Në vend që të ndërtonin institucione të forta dhe të kultivonin demokraci të qëndrueshme, shumë prej këtyre politikanëve u përfshin në betejë për pushtet, përçarje dhe një luftë të papërmbajtur për kontroll mbi burimet shtetërore. Korrupsioni, klientelizmi dhe nepotizmi u bën norma, duke shkatëruar shpresat për një shtet ligjor dhe duke krijuar një elitë të ndarë nga qytetarët që supozohej të përfaqësonte. Vitet kaluan dhe pavarësisht ndryshimeve të qeverive, modeli mbeti pothuajse I pandryshuar, premtime të mëdha në fushata dhe zhgënjime të thella pas marrjes së pushtetit. Përgjegjësia e udhëheqësve kryesor. Sali Berisha, si kryeministër I parë pluralist, mbetet një figurë me ndikim të madh në historinë e vendit, por që në mandatin e tij fillestar u shfaqen probleme serioze lidhur me keqmenaxhimin, korrupsionin dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit. Qeverisjet e tij ishin shpesh të përfshira në skandale korruptive që dobësuan sistemin demokratik. Edi Rama, I cili erdhi me premtime për rilindjen dhe reforma të thella, ka qeverisur Shqipërinë për mbi një dekadë. Megjithatë, në vend të zhvillimit të qëndrueshëm dhe forcimit të institucioneve, mandatet e tij janë karakterizuar nga autoritarizmi, kontrolli I mediave, zbeja e pavarësisë së drejtësisë dhe një rritje alarmante e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për më tepër, politika e tij shpesh ka qenë e paqartë dhe populiste, duke shkaktuar pasoja negative në ekonominë dhe shoqërinë shqiptare. Ilir Meta, si president dhe më pas si figurë politike me ndikim, ka qenë shpesh në qendër të debateve dhe akuzave për manipulime politike, mbështetje të interesave personale dhe qëndrime që kanë ndarë shoqërinë shqiptare. Roli I tij në destabilizimin politik dhe mungesa e përkushtimit ndaj unitetit kombëtar janë të pakundërshtueshme. Lulzim Basha, udhëheqës I opozitës për një periudhë të gjatë, ka dështuar të krijojë një alternativë të besueshme politike për qytetarët shqiptar. Moskoordinimi, përplasjet brenda partisë së tij dhe mungesa e vizionit kanë kontribuar në krizën politike dhe përçarjen e mëtejshme të vendit. Pse duhet të kërkojmë falje? Kërkimi I faljes nuk është vetëm një akt simbolik, por një akt I domosdoshëm për të riparuar marrëdhënien me qytetarët dhe për të hapur rrugën për një tranzicion të vërtet demokratik dhe zhvillim të qëndrueshëm. Për dekadat e humbura, Shqipëria ka humbur shumë vite në zhvillim, modernizim dhe ndërtim të institucioneve që funksionojnë, pikërisht për shkak të keqmenaxhimit dhe interesave të ngushta politike. Për thellimin e korrupsionit, në vend që të luftonin korrupsionin, shumë prej këtyre politikanëve kanë mbështetur dhe kultivuar rrjete klienteliste që kanë futur vendin në një spirale të vështirë për të dalë prej saj. Për ndarjen dhe përçarjen, politikani I mirë duhet të bashkojë dhe të përfaqësojë të gjithë qytetarët, jo vetëm mbështetësit e vet, por kjo klasë politike ka kontribuar në ndarje të thella sociale dhe politike. Për mungesën e reformave, reforma në drejtësi, arsim, ekonomi dhe administrat janë bërë shumë pjesërisht dhe shpesh pa rezultate të prekshme, duke penguar zhvillimin e vendit. Rëndësia e përgjegjësisë dhe llogaridhënies. Në një demokraci të shëndetshme, politikanët duhet të jenë të përgjegjshëm dhe të llogaridhënshëm për veprimet e tyre. Kërkimi I faljes nga këta lider është një hap I domosdoshëm për t'i dhënë fund një cikli të dështimeve dhe për të hapur rrugën për një qeverisje të re, më të përgjegjshme dhe transparente. Qytetarët shqiptar janë lodhur nga premtimet boshe, nga korrupsioni dhe nga mungesa e ndryshimit real. Ata meritojnë të drejtohen nga njerëz që janë të gatshëm të pranojnë gabimet, të kërkojnë falje dhe të punojnë me përkushtim për të ardhmen e vendit. Në fund të ditës, Shqipëria ka nevojë për një rindërtim të thellë politik dhe shoqëror.
Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, Lulzim Basha dhe politikanët e tjerë kryesor duhet të kenë kurajon dhe përgjegjësinë për të kërkuar falje ndaj popullit shqiptar, duke njohur dështimet dhe gabimet e tyre. Vetëm në këtë mënyrë mund të fillojë një kapitull i ri në historinë e Shqipërisë, një kapitull i ndërtuar mbi vlera të vërteta demokratike, transparencë dhe përkushtim për të mirën e përbashkët. Shqiptarët meritojnë më shumë se kur drejtësi, llogaridhënie dhe lider që punojnë për ta, jo për interesat e tyre personale apo partijake. Kjo është detyra e madhe dhe e patjetërsueshme që ka sot klasa jonë politike.